Data 14 janare e vitit 1990 në Shkodër shënon demonstratën e parë antikomuniste në Shqipëri dhe ku u desh një vit për të rrezuar regjimin komunist. Qytetarët e Shkodrës u ngritën në mënyrë spontane në protestë kundër regjimit komunist. Kjo mërkur shënon 36 vjetorin e asaj dite, teksa flasin dhe protagonistët e demonstratës. Sipas tyre, sot qytetarët kanë shumë arsye për të ngritur në protesta, sidomos për korrupsionin, ndërsa theksojnë sa më shpejt ndërrohet qeveria, aq më mirë është për popullin. Kanë shumë arsye. Për korrupsionin kanë shumë arsye. Për lëvizë dhe politika e jashtme për ditë. Ju po ta shihni për lëvizë për ditë dhe politika e jashtme. Politika e jashtme për familjen, për korrupsionin kryesisht edhe për shumë gjëra, sepse ka prekallënar këtyne. Sa më shpejt të ndodhë qeverit, aq më mirë për këtë popull. Sa më shpejt që të rrinë jashtë qeverit, aq më keq ka më kenë për këtë popull. Shkodra është mirë, më shumë revolta, su këna që u dikur më bashku me rëzu këtë shtet, këtë qeveri, se rënë pensionistat me ka 2-3.000 lek, ata hapin i shishe me anet 15.000 euro. Kështu që a mirë më organizu dhe hesë organizu në ndhetën, këtu a ba demonstrata parë, ku këna dalë me vu lakën fëtë të Stalinit, a ba 16 qeshori, 13 vetori, për herë të parë në Shqipëni rëzunë vëhëza në Shkodër. Shkodra si gjithmonë e para kënë. Trakti para hal nga semenistat, klerit katolik kish. Lemen komunizëm e padesim komunizëm. Këtu, për mendimin tëm, unë jam Firenze, këtu nuk ekziston kur gjë. Të fillu prej spitalit, që shkon me gjepa plot e din me gjepa bosh, edhe i pa mjekum. Unë nuk e di se qa ekziston këtu. Çmimet kanë shku katastrofë. Se bama s'me pashku çmimet katastrofë, bama me kanë punësimi këtu, as kërkush s'ka qef me lanë prind, mitësin, shoqnin edhe këtë Shkodër ka gjithë bukur. Ta në rinja pa ikë, vendi pa bushatiset, pa mesin veç pleqët në këtë vend. Jena të shgënjym, sepse ne ishim idealista, dhe vazhdojmë të mesim idealista, dhe jena të shgënjym nga kuptimi sot i një shteti, nuk mund të themi demokraci, mund të themi tip tranzicioni demokratik, nuk jena rrit alan ata parametra që i ka bota pranimore, jena shumë mra patyne, ti shiko vetë sensi se si qeveriset shteti, pasi edhe nivelli demokratik ka shumë poshtë. Kjo reflekton, jo vetëm shtet, po dhe mrena partive vetë, ku një lider rinë gjithë kohën dhe nuk tenton me ikë, duhet veç me hek një formës e tjetër, vetëm, si me thënë, eliminimi fizik nga Zoti mund të heju këtë lider. Atë ditë historike, me mira shkodran kishin dalë në qendër të qytetit dhe u përpoqën dhe hidhin busin e Stalinit. Për këtë demonstrat u ndaluan 26 persona dhe u dërguan në gjyq 10 të tjerë.